Talenti i Barcelonës Ousmane Dembele po përballet me një telash të çuditshëm, i cili ka lidhje me kohën kur ai u transferua te Barcelona në gusht të vitit 2017. Francezi e la banesën e tij në Dortmund në gjendje skandaloze duke mos e pastruar. Pronari i shtëpisë në Dortmund ka paraqitur një padi në gjykatën e qarkut të Dortmundit duke kërkuar një dëmshpërblim prej 20.000 euro nga Dembele. Plejerat dhe njollat ishin të shpërndara në shtëpi, madje futbollisti i Barcelonës nuk i ktheu as çelsat pronarit të shtëpisë ku ai qëndronte me qira. Plot 105 milion euro pagoi Barcelona për ta marrë futbollistin francez, pasi ky i fundit ishte me kontratë deri në verën e vitit 2018 me Borussian e Dortmundit.